Mbrëmjen e së premtes në kompleksin super luksoz Long Hill Residence pranë Lundrës, Kliton Sulçe, 38 vjeçari, i njohur si pronari i disa call centrave të dyshuara për skema mashtrimi, hyri në një bar të lagjes dhe goditi me shkop bejsbolli 19 vjeçarin Kristi Fufi, djalin e ish-deputetit demokrat Mill Fufi. Sulmi i filmuar nga kamerat e sigurisë zgjati pak minuta, por la viktimën me fraktura të shumta në kokë e trup, edhe pse ngjarja kualifikohet si plagosje rënd me dashje. Prokuroria e procedoi Kliton Sulçe në gjendje të lirë, duke ndezur polemika për standardet e drejtësisë, kur në lojë janë para e madhe dhe emrat lidhur politikisht. Kush është Kliton Sulçe, i njohur si Kinezi? Me zyra call centrash në Tiranë, i paditur disa herë për mashtrim financiar, por i patrazuar nga autoritetet. Burime policore pohojnë se Sulçe jeton mes luksit dhe mban lidhje me njerëz me peshë në administrat, çka i ka kaluar deri tani çdo skandal pa pasoja penale. Pista e hetimit, zyrtarisht policia nuk ka bërë publik motivin, por grupi hetimor po verifikon edhe variantin e interesave financiare që lidhen me rrethin familjar të viktimës. Kristi Fufi vjen nga ajo që hetuesit regjistrojnë si fufut e mamurrasit, familje skeduar nga partnerët ndërkombëtar si pjesë e një rriti trafiku kokaine në Britaninë e Madhe dhe në Europën perëndimore. Në dosjet operative përmenden gjithashtu aktivitetet fajdeve dhe pastrim parash në ndërtim në Shqipëri. Hetuesit nuk e përjashtojnë që konflikti me Sulçen të jetë ndezur nga çështje financiare. Çfarë pritet? Ekspertiza mjekoligjore mbi plagët e 19 vjeçarit do të përcaktojë nëse dosja do të rëndohet, ndërkohë që autoritetet janë kërkuar të dhëna mbi pasurinë e dy familjeve. Nëse zbulohet se parat e call centrave dhe investimet e dyshuara të klanit Fufi kryqëzohen, çështja duhet kalojë në SPAK. Për momentin viktima lufton në spital, agresori është i lirë dhe policia ka në dorë një video të qartë të sulmit, por ende jo përgjigjen përfundimtare se pse Long Hill u kthye brenda pak minutash në arenë gjakderdhje.